Peru. Unë u ktheva në shtëpinë e prinderve, prej aty e nxorëm Andinën, u bë vërimi, dhe pas 2 ditëve duheshte të kthehem patjetër në operacion, sepse veç dora kishte filluar të enjtët dhe nuk kisha ndjeshmëri të dorës. Por ka qenë një moment shumë i vështirë, sepse nuk ishte vetëm këndi, ishte Rina, ishte momenti që duheshte t'ja tregoj. Të 2 vajzat motrat kanë qenë shumë të lidhura njëra me tjetrën. Sa vjeç ka qenë Andina? Andina ishte 8 vjetë të gjysmë. E kishte mbaruar klasën e 3, duheshte të hyje e 4. Si e përjetoi motra? Rina e ka përjetuar shumë rënd, edhe sot e kësaj dite e përjeton shumë rënd, sepse ndoshta edhe duke qenë prindërit e ndarë, ajo e shifte njëra tjetrën, e kam parë si mbështetje të njëra tjetrës. Rina e luante edhe rolin e nënës shpesher në familje, e mbronte shumë Andinën, por Andina ishte më e guximshme, ishte shumë më e gjallë, ajo e mbronte Rinën kur Rina kishte frikë, shpesher, dhe e humbi njërën pjesë, i thot, kam mbetur pa një kram, nuk është e njëjtë jeta pa Andinën, por kemi punuar shumë njëra me tjetrën, jemi lidhur prej aksidentit shumë njëra me tjetrën, jemi bërë në një mënyrë si shoqe, si motra, si jemi gjithçka për njëra tjetrën, dhe shërojmë plagët e njëra tjetrës. Kjo është jeta që nuk mund të ndryshohet dhe është dashur që ta pranojmë me çdo kusht. Vazhdoni tutje? Vazhdojmë tutje. Si e kujtoni? Çfarë flisni? Ka momente kur ju të dyja një farforme e ndihmoni njëra tjetrën që t'i kaloni ato momente mërzie? Është e vështirë, nuk edhe për motrën, por edhe për juve. Është shumë e vështirë. Ndonjëherë qajmë së bashku. Ndonjëherë i kujtojmë gjërat e bukura që i bënte Andina, sepse ishte shumë e gjallë, ishte e vogla e shtëpisë, ishte ajo që na mbushte me gëzim. Dhe tani jetojmë me kujtime. Dhe shpesh herë kur më shef duke qarë, më thotë, mami, mendo se çfarë do donte Andina të bëje. Andina ishte tip shumë i gjallë dhe duke qenë një nënë vetë ushqyse, është dashur të punoj edhe punë tjera, përveç punës si profesoresh, dhe shpesh herë brengoseshte shumë për shëndetin tim, për punën time. Ishte shumë e gjallë, ndëronte një ditë bëhet futboliste. Shpesh herë unë e tallje duke i thënë, po ti je vajzë, nuk je për futboll, bënu manekene ose diçka, se ishte e hollë e gjatë, dhe qeshte më thotë, mami informohu në internet se të gjitha futbolistët më të mira janë femra. Edhe një ditë kisha ardhur nga puna, punojme një dyqan verës, para se të nisemi në udhtim, dhe filloj të qaj dhe tha që janë njëtën shumë këmbat, ti e mami më e mirë në botë, për mundohet shumë për ne. Edhe më tha me dorë, tha mami edhe 4 vite ke rëndësi, pastaj tha do të shputosh, thash pse, tha unë do të bëhem futboliste, do të qitem si Mbappe, e adhuron të shumë, i kishte dresat e ti mbante, dhe tha ty do t'i bëj të gjitha kushte, do t'bëj parikuere në shtëpi, ti do t'jetosh si mbretresh se e meriton. Dhe ajo mendimi që e kishte për mua ishte duke jetuar veç, doherë më duheshte t'i bëj edhe punët e mjeshtrive, me kaçavida, me gjëra. Një rast në kujtohet ishte prish ashensori dhe erdhi me një shok dhe tha, mami, është prish ashensori, ta rregullosh. Tash Andina, po unë nuk di ta rregulloj, tha, po ti gjitha punët t'i bën edhe të burrave, din ta bësh. Dhe jetoj me kujtimet, sa ajo donte të shohë një nënë të fortë, një nënë të pathyeshme. Dhe kalojmë me Rinën duke kujtuar momentet e saja dhe çfarë do donte dhe si do tonte ajo të jetojmë. Unë besoj në botën tjetër, besoj se fuqishëm se ajo na pret në një botë më të mirë, dhe jetoj me atë se një ditë do të takoj në botën tjetër. Ndoshta është kjo ajo që më mban gjallë, ajo që shpeshherë ndonjëherë pak ma zbut dhimbje. Duke besuar në botën tjetër, duke besuar se ajo është gjithkund i frymon ku jam une, duke besuar se më sheh dhe më engjej në çdo lëvizje që lëviz. Nuk është e lehtë, shpesh herë ende duke shkuar në përët shitore, shoh tesha për të 2 vajza. Momentin më të vështirë që e kam është kur më pyesin sa fëmijë ke. Atë kam shumë të vështirë, sepse të them 2 nuk i kam, të them kam 1, unë ende ngjej se kam edhe një fëmijë. Kjo është momenti më i vështirë që e kam. Por mbas gjithë kësaj, përsëri e mendoj Rinën
dhe duhet të vazhdoj për atë. Dhe kjo më bën më të fort dhe mendoj se Andina do të donte të jetë krenare që neve të na shohet të forta, të pathyeshme. Jam e sigur që ajo po ju sheh. Edhe jam e sigur që ajo është krenare me ju të dyja bashkë. Shpresoj. Jo veç pse jeni lidhur akoma më shumë, por që po e te i kaloni kaq mirë dhe kaq letë dhimbjen e saj. Po e them letë sepse kështu duhet jetë. E di që nuk është edhe ashtu, edhe aq e letë sa po e them, por gjithsesi po ja dilni për mrekulli. Sepse të kalosh në për këto lloj sfidash, duhet t'jesh, si që tha më herët, e hekurit. Nuk po gjej fjalë